është evidente kjo. E treta është, transporti publik është sfidë reale këtu në Prishtinë, që duhet trajtohet me urgjencë. Arsimi, shëndetësia dhe përkujdesi ndaj gjeneratat moshuara, këto janë aspektet më të rëndësishme të çdo programi politik, po i di ato kushtimisht në specifikat në Mitrovicë, por generikisht ato duhet të vlenin edhe për Prishtinë. Pranvera. Zoti Muja, po është shumë interesant që po dallojnë kaq shumë zgjedhjet lokale prej atyne qendroreve. Jeni në shumë komuna, lëvizjave të vendosjes është në balotazh. Mirë po, a keni analizu pak që në komunat të cilat është në balotazh dhe është e dyta, është për shkak se ripërsëritën kandidatët e njëjtë. Kur ripërsëritën, domethënë ka qenë një herë kryetar, 2 herë, 3 herë, po krijohen grupe, domethënë edhe të interesit, të cilat gjithmonë po janë komunë, edhe ata po janë gjithmonë në anën fituese. Sa duket, as lëvizjes vendosje, natyrisht jo vetëm lëvizjes vendosje, po edhe partive tjera nuk ju pengon me u bë së bashku dhe me rrxu, për marr shembull, një kryetar që i ka 3 mandate aty. Merr pejen apo kandidon tjetër, domethënë, po ka vend apo lun kjo një rol specifik. Pra arsye se askush nuk po flet për këtë. Po thonë gjithmonë, po jo mbu krejt bashk, së bashku me LVV-n, pa marrë parasysh është PDK, është AK, aty nuk po ka lidhje, domethënë këto inatet e nivelit qendror nuk po transferohen në nivelin lokal, për arsye se po thonë XY se s'po du tash mi marrë edhe kryetar se janë nëpër balotazh dhe nuk është korrekt me thonë këtë kryetar apo ato, për arsye se po bëhen gjithë bashk. A lun kjo rol sipas ju? Kur e ka 3 mandate o pun kryetar. Veç, unë parimisht, unë individualisht përkraja një qasje që du të kenë 2 mandate, se 2 mandate mjaftojnë, aq ka një kandidat, mendimi jam, është potencial, energji edhe për të përfunduar gjitha projektet që aspiron. Kur te kalon 2 mandate, pastaj është hyrë në zonën gri, domethënë ku është çështje matematikave, sepse humbet konsumohet përkraja popullore. Edhe kjo si duket ka ndodhur jo vetëm në Pej, por ka ndodhur në Suareke, në Rahovec, sepse elektorati fillon me pas ambicie më të larta. Edhe Peja është një qytet shumë i rëndësishëm, edhe kuadrat lëvizjes gjithmonë kam propozuar që duhet Peja shumë është e rëndësishme, marr parasysh që elektorati është në Pejë është i jashtëzakonshëm. Unë kam pas shumë mbështetës në Pejë edhe pejanët dëshirojnë një perspektivë të re, po dojnë diçka më shumë se sa çfarë kanë. Edhe është legjitime marr parasysh kontributin që ata kanë dhënë edhe për ekonominë e Kosovës, edhe rëndësi strategjike që e kanë, ju takon qytetarëve të reflektojnë, të ndeshin gjitha mendimet, por një ndryshim ata e dojnë, edhe kjo si duket ka ndodhur edhe në qytete tjera si Prizreni, ku nuk ka performancë të mirë, dëshirojnë të shkohet. Mendoj që është në mandatin e 4 sa unë kujtoj Peja. Nuk më kujtohet saktë, po e di që historikisht është i njëjti kandidat. Unë shpesh mendoj që subjektet politike duhet të reflektojnë. Sikur bëhet ball aty duhesh monal pak. Edhe si duhesh me ofru inovacione, sidomos për gjeneratat e reja. Elektorati i ri në 2054 ka thënë që elektorati i ri është sepse ka bërë deklaratën. Ajo çfarë po ndodh është një shkoqitje me elektoratin. Duhet pritet. Kësaj here gjeneratat e reja dhe të moshuarit kanë qenë 2 rryma shumë të rëndësishme që i kanë bërë presion dinamika politike. Edhe këtu duhet të reflektohet. Për shembull, në Mitrovicë ke pas